Veshjet dardhare? Anthony Athanos i ka sjell këtej grupin që ardhi kufit vitit 60-të, siç duket. Në 60-ën është. Të duket këto janë të 60-të. Kam datën të saktë kam harruar. S'ka fol edhe anglisht si ta kesh me mbar. Si ta kesh me mbar. Anglisht. Përgjithsisht shqiptarët e parë që kanë ardhur këtu që janë edhe ai ka, do të them, një emigracionit shqiptar. Unë pak me sa kam lexuar kështu e quaj. Me çfarë profesionesh e zanatesh janë marrë në Amerikë kur erdhën shqiptarët e parë? Brezit parë. Shumica e atyre punonin në fabrika, kishin dyqan të vogël si babai im, edhe këto janë madhuar me pas disa vite, kanë per puna ashtu në restorant, shumë në restorant grek, i kanë mësuar zanatin edhe pastaj hapën restorantet e tyre. Kemi atë restorantin Anthony Athanas, ai ishte një nga vegetarët më të famshëm shqiptar-amerikanë dhe ishte i brezit të parit, ardhi në Amerikë në ishte ca 5-6 vjet. Përgjithsisht profesionet pra tregtar, zanatet këto që kishin, domethënë, shqiptarët e parë. Që ushtruan, zanatet e parë që ushtruan. Ato si që shpanë, punonin pa shumë me në fabrik, punonin në restoran, kishin dyqan të tyre. Shumë. Edhe gato, baza, ishin një dy që kishin tregti të mëdhenj, një nga fermat të parë shqiptar-amerikan ishte në Boston, White House Ice Cream. Benin akullor. Akullore. Edhe ajo ishte një mark famos, edhe me qenë se kishte shumë dyqanat këto të voglat që kishin shqiptar si pronar. Kjo tregti u rit, edhe pastaj e blevi një nga kompanit më të mëdhenj në Amerikë, Bordin, kjo marka pastaj... A ishtë bo me marrë një foto me...